Qëndrimi i gjykatës kushtetuese ndaj çështjes Balluku do të bëjë që socialistët të kërkojnë ndryshime ligjore, që t'i japin zgjidhje pyetjes nëse një ministër mund të pezullohet nga detyra apo jo me urdhër të gjykatës. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte vetë kreu i qeverisë Edi Rama, i cili dhe njëherë qëndroi mendimi si një antar i kabinetit të qeverisë, nuk mund të pezullohet thjesht me një vendim gjykate. Nisur edhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë antarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Sipas Ramës, institucionet e drejtësisë duhet të kalojnë më parë nga kuvendi për të hetuar funksionarët e lartë. Funksionet e padelegueshme kushtetuese nga ai antarit të qeverisë tek ai i presidentit të Republikës dhe jo vetëm, nuk mund të pezullohen kurse nga askush duke u nisur nga një emër i përvetshëm, sepse pezullimi paralizon funksionin, pra institucionin që ajo drejton. Ndonse u shpreh se respekton masën e pezullimit nga detyra, heqja e imunitetit të Ballukut sipas Ramës, për momentin nuk është i nevojshëm. E vetmja palë përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK-u, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdoj krejt qetësisht hetimin përkatës. Ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes, nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK e bëri pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Liria është e drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarëdo qoftë e këdo qoftë nuk preken. Vetëm garantohen. Pavarësia e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Gjatë mbledhjes me ligjvënësit e majt, Rama deklaroi se ngërçi i kësaj çështje i hap rrugë që të kërkojë konsulencë ndërkombëtare juridike, në mënyrë që qeveria të veprojë saktë.